Prandaj nuk duhet thjesht një fitore aritmetike e Partisë Socialiste, duhet një triumf i Partisë Socialiste. Duhet një fuqi e investuar me votën e shqiptarëve që në 11 maj nuk duhet mendojnë përparën partinë dhe logon që do të zgjedhin, po duhet të mendojnë Shqipërinë në tryezën e negociatave që duhet t'i mbylli këto negociata brenda 2027-s dhe janë 1000 veta që janë të ulur në të gjitha tryezat që bëjnë negociatat, 1000 në total. Ndërkohë që janë rreth 40 persona që merren vetëm me këtë punë, IKEA, Bruxelles, Tiranë, Bruxelles, dhe në ndërkohë që nga ana e tyre çdo javë ata ndjekin ecurinë e detyrave. Gjithë kjo makineri që është ngritur dhe që po shtyn shumë fort përpara dhe gjithë ajo gatishmëri që është nga ana tjetër nuk duhet të kenë asnjë ndërprerje. Dhe futja në Bashkimin Evropian është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Është ngritja e dytë e flamurit shqiptar, që i jep sovranitetit 3 vlera të garantuara dhe të sigurta një herë mirë, që përndryshe nuk janë as garantuara as sigurta për fëmijët tanë. Së pari lirinë individuale, së dyti barazim përpara ligjit dhe së treti standardet europiane të bashkëtesës demokratike. Këto të treja nuk i garanton dot askush, askund, përveç se nëse është pjesë e asaj familje.